Përplasja mes meje dhe Albës nuk erdhi nga hiçi. Ishte grumbullim fjalësh të pathëna, shikimesh të rënda dhe një energjie që prej ditësh po ziente nën sipërfaqe. Kur durimi mbaron, fjalët dalin ashtu siç janë, pa filtër. Dhe po, në atë moment unë fola ashpër. I thash Albës atë që ndjeja, se sjellja e saj për mua ishte e ndyrë, e ulët dhe se mënyra si provokon e pastaj fshihet pas heshtjes nuk është as lojë e zgjuar, as karakter i fortë. Kur i thash femër e ndyrë dhe femër debile, nuk ishte për ta bërë të madhe dramën, por për të shprehur mllefin e akumuluar nga një qëndrim që vazhdimisht më ka nënvlerësuar. Sepse ka njerëz që nuk të sulmojnë drejt për drejt, por të lodhin me ironi, me mungesë respekti dhe me heshtje selektive. Dhe kjo, ndonjëherë, është më e rëndë se çdo britm. Alba, nga ana tjetër, zgjodhi sërish armën e saj të preferuar, ironinë e ftohtë. Shqyr që të shohim nëpër shtëpi, se ty nuk të dëgjohet zëri. Një herë në 3 ditë flet me gojë. Një fjali e thënë me qetësi, por që brenda kishte përçmim. Sepse të thuash se dikush nuk ekziston, se nuk dëgjohet, është një mënyrë tjetër për ta fshirë, për ta bërë të padukshëm, por unë nuk jam këtu për t'u bërë e padukshme. Nuk jam këtu për të folur çdo 5 minuta vetëm që të më dëgjojnë. Unë flas kur kam çfarë të them. Dhe kur flas, fjalët e mia peshojnë. Heshtja ime nuk është dobësi, është zgjedhje. Sepse ndryshe nga disa, unë nuk kam nevojë të jem vazhdimisht në shurmë për të ekzistuar në këtë shtëpi. Kjo përplasje tregoi 2 mënyra krejt të ndryshme loje. Njëra është shpërthimi, tjetra është përbuzja e qetë. Por të dyja lëndojnë. Dhe kur Alba më thotë se shqyr që të shohim, ajo nuk po flet për mua, por për frikën që ka nga momenti kur unë vendos të flas. Sepse e vërteta është kjo, më mirë të flas pak e drejt, se sa shumë e bosh. Big Brother është vend ku maskat bien. Ku fjalët regjistrohen, ku heshtja interpretohet dhe ku çdo konflikt nxjerr në pah karakterin. Unë nuk jam krenare për fjalët e rë.